Kryetarët e komunave të rajonit të Pollogut u mblodhën për të koordinuar veprimet dhe për të kontribuar në normalizimin e sa më të shpejtë të situatës në Gostivar, pas krizës së shkaktuar nga ndotja e ujit të pishëm. Kryetari i komunës së Gostivarit, Valbon Limani, deklaroi se situata e krijuar gjatë javës së fundit kërkoi ndërmarrjen e masave urgjente, të cilat, sipas tij, janë të zbatuara më kohë dhe tashmë po japin rezultatet e para. Ai theksoi se krahas situatës epidemiologjike, sfidë mbetet edhe furnizimi me ujë për fal bashkëpunimit ndërkomunal janë siguruar ndihma konkrete. Unë edhe një herë do t'ju falenderoj të gjithë atyre që deri tani kanë ndihmuar, po gjithsesi edhe ndihma e cila do të vjen nga komunat e rajonit të Pollogut në këtë fazë dhe në këtë periudhë, qoftë si ndihma, qoftë si asistencë teknike nga komunat e cilat mund të japin një ndihmë të tillë, dhe mendoj se gjithë së bashku do të i kalojnë edhe një falënder për solidaritetin e kolegëve dhe kryetarëve të komunave nga rajoni i Pollogut. Kryetari i komunës së Tetovës, Bilal Kasami, ka marrë pjesë sot në Gostivar në takimin koordinues me kryetarët e komunave të rajonit të Pollogut dhe institucionet kompetente, ku është diskutuar situata e furnizimit me ujë të pishëm. Kasami bëri të ditur se gjatë takimit janë informuar për gjendjen aktuale dhe masat që po ndërmerren për normalizimin e situatës. Ai theksoi se komuna e Tetovës është e gatshme të ofrojë çdo ndihmë të nevojshme për qytetarët e Gostivarit. Ne këtu mendoj më shumë ti duhet merremi me atë se çfarë do të marrim hapa që edhe formalisht sa më shpejt kjo situatë të stabilizohet dhe të sqarohet që qytetarët e Gostivarit të mund rehat ta përdorin ujin edhe për pije dhe për aspektin teknik, sepse bëhet fjalë për një çështje të ndjeshme, edhe ashtu ne e dim që në vazhdimsi kemi dyshime nga qytetarët sa i përket furnizimit me ujë të pishëm, kemi dhe me këtë problem ballafaqohemi gjithë komunat, gjithmonë, por kur ka një situatë të përmasave të tilla, shumë e rëndësishme është puna e përbashkët për t'u kthyer besimi i qytetarëve përsëri tek institucionet që të mund të rikthehet jeta në normalitet. Është e domosdoshme që të gjitha institucionet të vazhdojnë të veprojnë me përgjegjësi, transparencë dhe profesionalizëm, duke informuar rregullisht qytetarët dhe duke ndërmarrë çdo masë të nevojshme në përputhje me rekomandimet e institucioneve kompetente, tha Blerim Sejdiu, në cilësinë e kryetarit të rajonit planor të Pollogut. Zhvilluam një mbledhje të jashtëzakonshme dhe njëkohësisht koordinuese me komunën e Gostivarit për situatën e krijuar me ujë të pishëm. Mesazhi është i qartë, shëndeti i qytetarëve është prioriteti absolut i gjithë neve. Kërkuam dhe kërkojmë nga gjithë institucionet që të bëjnë punën e vetë. Ishim të njoftuar nga komuna e Gostivarit se ekipet po punojnë në teren. Gjithashtu mesazhi im përveç që tregojmë se shëndeti i qytetarëve është prioritet, është solidarizimi me komunën e Gostivarit, gjithë komunat e rajonit Pollogut bashkë me institucionet tjera që jemi sot prezent këtu, është ndihma që mund të ne me gjithë kapacitetet që ne i posedojmë t'i ofrojmë Gostivarit dhe të solidarizohemi me qytetarët e Gostivarit dhe me kryetarin e komunës Gostivarit. Shëndeti i qytetarëve është prioritet për gjithë komunat, pa marrë parasysh se është një situatë e krijuar në Gostivar. Kjo na tangon gjithëve, pa marrë parasysh cilës komunë takojmë dhe për atë jemi sot këtu që të japim mesazh se po shkohet drejt normalizimit situatës dhe se nuk duhet qytetarët të bien pre e dezinformatave dhe shpekulimeve të caktuara që mund paraqiten në teren. Ndryshe, autoritetet njoftojnë se situata shëndetësore në Gostivar është nën kontroll dhe numri të infektuarve vazhdon të jetë në rënje. Në këtë drejtim po punohet edhe mbi planin e kthimit në përdorimin e rrjetit të ujësjellësit.